Organizata për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit Human Rights Watch ka kërkuar nga EULEX-i që të jetojë hollësisht akuzat ndaj ish-drejtuesve të lartë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, të ngritura nga raportuesi i Këshillit të Evropës Dick Marty. Kjo kërkesë është bërë në raportin e kësaj organizate të publikuar sot, një ditë para se Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës të debatojë raportin e zotit Marty, i cili ngre pretendime se udhëheqës të lartë të ish-ushtrisë shërimtare janë përfshirë në veprimtari të paligjshme, përfshirë edhe trafikimin e organeve njerëzore. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë atje, Besim Abazi. Organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch ka cilësuar të ngatha hetimet për krime lufte dhe krim të organizuar në Kosovë, ndërsa i ka bërë thirrje misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit që të hetojë akuzat për trafikim të mundshëm organesh njerëzore nga disa zyrtarë të lartë të ish-ushtrisë shërimtare të Kosovës. Akuza këto të ngritura nga raportuesi i Këshillit të Evropës Dick Marty. Këto komente janë bërë në raportin e kësaj organizate publikuar sot, në cilin thuhet mes tjerës se përpjekjet për integrimin e Ballkanit perëndimor janë penguar nga problemet e vazhdueshme në fushën e të drejtave të njerëzit. Në pjesën për Ballkanin nënvizohen problemet me trajtimin e krimeve të luftës, trajtimit të pakicës rome, mungesës së përparimit të mbështetjen e refugjatëve, keq trajtimin e gazetarëve dhe të drejtat të personave me nevoja të veçanta. Në pjesën për Kosovën thuhet se hetimet dhe ndjekjet penale për krime lufte dhe krim të organizuar vazhdojnë të mbeten të ngatha dhe të paparashikueshme megjithë ndihmën që Misioni Evropian për sundimin e ligjit i jep për të zhvilluar institucione të ligjshme dhe për të mbështetur sundimin e ligjit. EULEX-i duhet hollësisht të hetojë akuzat për rrëmbime, transferime në Shqipëri, ekzekutime dhe trafikim të mundshëm organesh nga disa zyrtarë të lartë të ish-ushtrisë shërimtare të Kosovës, ashtu siç është përshkruar në raportin e raportuesit posaçëm të Këshillit të Evropës Dick Marty. Në raport i kërkohet EULEX-it që të emërojë një prokuror të posaçëm për të hetuar akuzat dhe të rimëkëm programin për mbrojtjen e dëshmitarëve. Nuk ka pasur ndonjë koment nga zyrtarët e këtij misioni, të cilët thonë se janë vënë në përpjekje për të filluar hetime rreth kësaj çështjeje, për çka gjatë javës së kaluar prokurorët e këtij misioni janë takuar edhe me kolegët e tyre në Tiranë. Javën e kaluar, shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton tha se nuk ka nevojë për prokuror shtesë, që misioni i EULEX-it tashmë ka prokurorë të pavarur që punojnë në rajon. Ajo ka theksuar se do duheshin më shumë prova nga zoti Marty përpara se ndërmerren hetime të reja. Raporti i zotit Marty pritet të debatohet nesër në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Në prag të debatit, kërkesa për hetime ka bërë edhe vetë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara. Muajin e kaluar raportuesi i Këshillit të Evropës Dick Marty nxiti reagime me zemrim në Kosovë me pretendimet se udhëheqës të lartë të ish-ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe kryeministri aktual Hashim Thaçi janë të përfshirë në veprimtari të paligjshme, përfshirë edhe trafikimin me organe njerëzore. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.